në Shqipëri. Mirë po ka një dhjend. Si nuk delin e dy, thot doktor. The game over. Po, base nuk ka burra në PD, sepse... Nuk ka burra në PD? Jo, po ka gra. Ke dy personazhe, ke Alesia Balliu, domethënë që dhe Ive Kokalari që janë të dyja që kanë thënë që do të kandidojnë përballë Berishës me sa di unë. Po, janë vetëm dy gra që kanë pasur guxim të flasë, nuk ka pasur asnjë burr që ka pasur këtë guxim. Dhe kjo është diçka e cila duhet bëhet reflektojë, domethënë gjithë ata që kanë poste në PD dhe që mendojnë, nëse ata pastaj mendojnë që Berisha është i vetmi, pastaj është çështje. Gjithë kështu thonë, është i vetmi. Si asnjë nuk e bën atë që bën Berisha, edhe pse është 82 vjeç. Ora unë e them me shumë respekt, nuk e them me unë them që kjo nuk çon fitore po thon. Atëherë kjo tregon që ti nuk je burr tamam në kuptimin që të marrësh përgjegjësitë tua, sepse është më së e qartë që Berisha nuk mund të jetë ardhmë PD-s. Është në një moshë, nuk është i ri. Kisha një deputet PD-s këtu dje dhe pyeta, a është Seli Berisha ardhmë PD-s? Foli, okay, i thash unë, janë shumë vërteta këto. A është ardhmë PD-s? Ai tha, është e tashme e tha dhe e ardhmë e Partisë Demokratike. Po, e tashme dhe ardhmja. E ardhmja është 10 të tjera janë në 2029. Po? Sa vjeç është Berisha në 2029? Po, 82 është këtë vit ai. Po. 84. 84 vjeç, mendonin që do jetë ardhmja, edhe pastaj janë dhe teorikisht 4 vjet pushtet, mendonin që një person 84 vjeç është në kulmin e aftësive të tij intelektuale dhe fizike për përballuar një pozicion si ai kryeministri i Shqipërisë në një botë e cila është kaq dinamike. Kjo e ndihmon Edi Rama? Po patjetër që e ndihmon Edi Rama, kjo këmbgulje e Berishës për të mbajtur kontrollin e PD-s është ajo e cila e mban, po themi, Ramën pushtet. Do të ishte mirë sikur Berisha të ishte larguar dhe të kisha hapur rrugën që në shtator. Ore se hapi ai rrugën. Tani unë se kuptoj pse atje se ti ke dhe eksperiencë me parti. Ti je akoma kryetari. Jo. E kam hequr po sepse është një histori shumë e gjatë, domethënë, po ka të bëjë me. Mund ta përmbledhësh edhe çdo histori e gjatë mund të përmbledhet në 2-3 fjali. Çfarë, domethënë, mbas ikjes së Ben Blushit, ishit ju? Po Ben Blushi nuk iku. Po çfarë? Si nuk iku? Ka qenë kryetari Librës deri dhe zyrtarisht kryetari Librës. Akoma tani, po jo më ishit ju? Jo, zyrtarisht me vendim gjykate ishte Ben Blushi. Po ju çe ishit ju? Unë isha kryetar për një farë kohe, pastaj u largova se normalisht nuk. Po për atë një farë kohe ishte Blushi? Për atë një farë kohe, jo, nuk ishte Blushi, ishte sepse dha Adoration, pastaj ka pasur një përplasje midis, po themi, një grupi mbështetës të Blushit, të cilët është një histori pak a shumë e ngjashme me historinë e PD-s, me gjykata, me gjëra, Basha Berisha e gjëra të tjera. Do ti kishe përplasje ti me Blushin? Nuk është se kisha unë përplasje me Blushin, kishin ata që ishin, po themi. Po kush tani më sa bëj kaq më serioze se unë Blushin e kam mikë dhe do t'i them. Nuk janë personazhe të njohur dhe nuk kanë ndërmend që t'i bëjë të njohur, domethënë. Jo, okay, po, domethënë, mbas largimit tuaj Blushi ishte kryetar dhe është akoma kryetar? Po, me letra. Po partia nuk ekziston. Po, me letra është akoma, domethënë ka qenë deri para disa vitesh, nuk e di se çfarë është bërë me atë parti, domethënë. Ben, pas ke qenë kryetari i Librës, se na pas ke mbajtur fshet Ben. Nuk e di gjë. Blushi sot aty fare për Libra më. Po, Libra ka marrë pjesë në zgjedhje, ka qenë bashkë me koalicionin e PS-s, apo se mbani më, domethënë ka qenë edhe zgjedhje. Te këto 2021 ishin? Edhe në 2021 ishin, edhe në 2021. Edhe në 2021 ishin, para e gjoj tani. Kur e gjoj unë që për ditë emision këtu më fal tani. Endri, po ti ike dhe s'ke punë më. Jo, kam. Ti besoj ike për shkak të mungesës demokracisë në parti. Po, ika sepse ishte kohë që të angazhohesh me njerëz të tillë, domethënë, kështu që çfarë politikësh. Po je zë me Blushin? Jo, nuk jam zë me Blushin. Po me ata që mbështesin Blushin. Pas me ata nuk jam zë, thjesht nuk. Po ti e djali unë, po e kuptoj. Vinte, nuk mund të japësh, domethënë, ujë dikujt që nuk do të pi ujë, domethënë, është një shprehje vjetër arabe. Deveja që s'do të pi, thotë. Ma lek shumë aty këtë, kë është. Okej, vim të PD-a, se Libra i does not exist tani, vjen keq po. Edhe mua më vjen shumë keq sepse ka pasur njerëz shumë. Jo, një frymë interesante, një nga partitë me performancë më të bukur që ka pasur Shqipëria në këto 36 vjet, me të rinj, të reja, kishte një lloj kështu, po ta e preu, e lat mes, ik. Është pak a shumë e njëjta gjë me
e ngjashme me atë që ndodhi në PD, domethënë në një farë mënyrë ka njerëz të cilët e shikonin veten e tyre si të lidhur me fatin e Blushit. Pra mendonin dhe luftonin që të rikthenin Blushin në krye të Librës. Ti ishe kundër kësaj? Unë nuk isha kundër kësaj. Blushi kishte ikur në Libra dhe ishte drejtori i Top Channel në atë kohë, me sa mbaj mendon. Kështu që normalisht doni ti thonë ik lart Top Channel hadi drejtori i Librit. Jo, ishte po ashtu doli dhe vendimi i gjykatës ishte që duhet të rikthehej në detyrë, kështu që vendosi kryetari. Atë vendosi gjykata për ta kthyer Blushin. Po, pra vendosi gjykata për ta kthyer. Okej, Endri, kalojmë te pjesa te Partia Demokratike. Tani, a ka ndonjë zgjidhje aty më? Ka ndonjë gjë se me u zgjedh Berisha prapë atje kryetari i PD-s tani vetëm ata që janë atje nuk e kuptojnë. Ne këtu e kuptojmë ne që por ata që janë atje nuk e kuptojnë. Tani, këtu ka një problem, sa ti s'flet njeri më. Berisha, tha deputeti i PD-s, është e tashme dhe e ardhmja. Ka që mbyllë diskutim. Unë e kam parë këtë gjë edhe te Libra, kështu që nuk është sa habitem. Edhe te Libra kush ishte e tashme dhe e ardhmja? Tashme dhe e ardhmja ishte ai që ishte. Domethënë, kështu që unë nuk habitem nga ky mentalitet që në Shqipëri nuk ka burra në kuptimin e njerëzve që të marrin përsipër përgjegjësitë e veta, të marrin ato që janë, po themi, aksionet e veta politike dhe të mbajnë përgjegjësi për ato aksionet e veta politike. Janë njerëz të cilët janë mësuar që të rriten në hijen e kryetarit. Edhe në një farë mënyrë janë përvojë të keq pas ke kaluar, ëh? Përvojë të keqe pas ke kaluar. Ka qenë e bezdisur të merresha me njerëz të tillë, kështu që i kuptoj fare mirë edhe situatën brenda PD midis atyre që janë, po themi, idhtarët e Berishës, të cilët nuk kanë guximin apo nuk kanë besim të aftësitë e veta për të drejtuar partinë. Rima, atje ka djemë dhe vajza, tani një gjë nuk kuptoj unë. Në 90-ën, gjithë, domethënë profesuesët e Partisë Demokratike, liderët e saj, nuk ishte asnjë nga ata që ishte diplomuar jashtë. Gjithë ishin diplomuar këtu. Nuk e njihnin demokracinë. Po kishte emra edhe i bie që kanë bërë demokraci më të madhe se sa këta që janë diplomuar sot në Perëndim. Tani Neritan Ceka, Genc Ruli, gjithë këto personalitetet, Recep Puka, gjithë nuk e njihnin demokracinë. Po janë treguar më demokrat se sa këta sot të diplomuar në Perëndim, kanë diploma shumë të mira. Jurita Tabaku, Belind Kliçi, tani si s'delo njëri nga këta, o doktor, të dua shumë, po ik, boll. Po nuk është çështje vetëm tek ata intelektualët, ka të bëjë me popullin. Shiko, nëse ti del, për shembull, dhe ne të dy për shembull shkojmë, jo ne të dy, po se në një farë mënyrë njihemi deri diku, domethënë në publikun e gjerë. Po del ti personalisht, del dhe një person dhe takojnë një individ në rrugë. Për faktin që ti ke një ekspozim media, ke një, domethënë, ke edhe një autoritet, ke një pushtet që është aura, pra e fshehur e jotja, por që ndihet te tjetri. Ti mund të flasësh dhe kot, ti mund të veprosh dhe gabim. Dhe i beson mua? Dhe i beson ty. Unë do të kur më beson për këtë. Po kështu është. Pse jemi sot në botën atyre që janë influencer? Ti e ke parë si po funksionon bota tani? Pra, në momentin kur ti shfaqet të bësh personazh publik, bësh dikush i njohur, fjala jote kthehet në autoritet. Njerëzit janë në një farë mënyrë ndjejnë peshën e pushtetit. Njerëzit që nuk kanë boshtë dhe vetbesim. Njëri që ka një boshtë dhe vetbesim nuk pyet fare kush je ti. Thotë, "Ok, kush janë fjalët që po thua?" Nuk bëjnë sens këto që po thua ti dhe të kundërvihet. Kurse një person i cili është i vogël dhe nuk ka besim te vetja, shtypet nga pesha pushtetit tënd dhe të shkon mbrapa. Edhe sikur ti thuash gjërat më gabim, ato të tjerat, në krahasim me një që është i panjohur, thot gjërat e drejta, po nuk të beson ty ai. Shkon tek ty sepse ndjeti domethënë është i vogël si njeri. Tani kemi disa fotografi do doja ti komentonin bashkë. Lutem regjia foton e parë. Kjo është kryesia e Partisë Demokratike, kryesia e madhe, po themi, grupi parlamentar dhe jo i gjithë grupi parlamentar dhe zoti Berisha. Tani, okay, ne folëm për zotin Berisha. Po tani aty ka edhe të tjerë të pazëvendësueshëm tani. Tani zoti Bardhi, si tha Arbeni Mami, e ka atë PD tani që PD bashkët pa luzim bashkë. Ata kanë përshtypjen me aq sa mund duket është sikur ata janë të ajo që quhet long game, loja e gjatë. Pra presin momentin kur Berisha të largohet vetë. Berisha nuk largohet vetë, mo. Po ata po presin larg qoftë, po presin momentin kur ai të largohet fizikisht nga kjo tokë. Ti po thuaj që ata po presin Berisha